Kolegji i posaçëm i apelimit do të vendosë më 9 prill për kreun e prokurorisë së Lezhës Erion Sheaj, ndërsa SPAK ka kërkuar shkarkimin e tij për shkelje të rënda profesionale. Në seancën e kësaj të premteje, kolegji i posaçëm i apelimit dëgjoi konkluzionet përfundimtare nga palambrojtëse dhe SPAK. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme i qëndroi shkaqeve të ankimit dhe i kërkoi kolegjit që të ndryshojë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyrat të prokurorit Sheaj. Gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare, përfaqësuesi ligjor i prokurorit paraqiti argumentet e tij për secilin shkak të ankimit, si dhe deklaroi se në këto shkaqe nuk argumentohet si shkelje të mundshme që lidhen me kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale. Në seancën e 19 marsit, kreu i SPAK argumentoi se Sheaj kishte pasur mangësi serioze në ushtrimin e detyrës dhe se veprimet e tij kishin dëmtuar besueshmërinë e sistemit të drejtësisë, duke sjellë pasiguri dhe duke penguar hetimin e disa çështjeve të rëndësishme. Gjithashtu, Dumani solli në vëmendje disa denoncime të tjera që ishin bërë ndaj Sheajit, përfshirë rastet kur prokurori kishte lënë të pashfrytëzuara mundësitë për të kërkuar masat e sigurisë për individët që ishin në kërkim, duke I lënë ata të shëtisin lirisht, pavarësisht se ekzistonin prova të mjaftueshme për të kërkuar arrestimin e tyre. Shkeljet e kryeprokurorit të Lezhës janë trajtuar edhe nga emisioni Veting në News 24, ku mbërriti një denoncim për shkelje të ligjit. Një qytetar akuzoi Sheajin se e ka përjashtuar nga amnistia penale, duke e mbajtur në burg 11 muaj për te afateve ligjore.